Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar rreth ngjarjeve më të fundit, por edhe pikpyetjet në fakt që publiku shqiptar ka filluar që të ngrë mbi një mosprezencë që ka ndodhur natën e mbrëmshme. Ju e dini shumë bukur që natën e mbrëmshme ishte festa e madhe organizuar nga produksioni Fermës VIP. Një fest që në fakt u organizua dhe u mbajt në ambientin ku fermerët, të cilët ishin të përzgjedhur për të qenë pjesë e këtij kasti, qëndruan më shumë se 81 ditë. Në atë shtëpi ku në fakt në ato ambiente ku fermerët kaluan momentet më të bukura të tyre, në ato ambiente ku fermerët u argëtuan pafund, produksioni i Fermës kishte përzgjedhur që pikërisht në skenën e ndërtuar si skena e festave të fshatit, aty ku në fakt janë kënduar këngë, janë recituar poezi, janë treguar historie, ishte përzgjedhur që të ketë një ambient të bukur. Në këtë fermë, këngëtarët të cilët në fakt ishin të ftuar special për të argëtuar publikun që ishte në fermë, domethënë produksionin, zërin e Vision Plusit, fermerët, ishte artistja e madhe muzikës popullore Merita Halili dhe këngëtarja e mrekullueshme Eranda Libohova. Domethënë ishin këto dy artiste të cilat ishin përzgjedhur që të jenë këngëtaret kryesore të natës, ndërsa më pas normalisht që do të përfshiheshin edhe fermerët, sepse fundja ditës të gjithë janë artistë, të gjithë janë shumica janë këngëtarë. Por ajo që ra më së shumti në sy ishte mos prezenca e Arbana Osmanit dhe Eduard Grishaj, gjë që në fakt ka filluar të ngrë pikpyetje dhe normalisht një mos prezencë e tillë do ta bënte publikun që të hulumton se çfarë po ndodh mes Arbanës, Eduardit edhe produksionit të Vision Plus. E para një herë që ferma u mbyll pothuajse 20 ditë më herët ditës së premtuar, sepse aktualisht duheshte akoma që të jetë ferma, por unë mendoj që ferma nuk është ndaluar sepse nuk ka patur sukses apo sepse nuk ka patur shikueshmëri, po mendoj datat, pasi që tashmë është edhe botrori, është futbolli, është sezoni veror, gjatë muajve të verës nuk shikon njeri formate të tilla dhe mendoj që ishte fillimi i fermës shumë vonë dhe jo më kot produksioni vendosi që ta ndaloj 20 ditë më herë që mos ta humbën këtë maratonën e madhe të shikueshmërisë. Nuk ma merr mendja që Arbana dhe Eduardi kanë patur krisje mes njëri tjetrit apo kanë patur krisje të paktën në produksion. Mos prezenca e Arbanës edhe Eduardit natën e mbrëmshme mendoj që ka qenë diçka e menduar për faktin sepse Arbana nuk është pjesë e televizionit Vision Plus. Unë mendoj që këtë sukses e festonte televizioni Vision Plus dhe mendoj që Eduardi ja ka lënë komplet këtë sukses Oltës, e cila ishte producentja kryesore. Dhe mendoj këto kanë qenë detajet që e kanë bërë të pamundur për të qenë Arbana dhe Eduardi. Mbi të gjitha, unë mendoj që kjo dyshe ka sjell një sukses të jashtëzakonshëm në Ferma VIP. Mendoj që kanë fituar atë që kanë dashur ta fitojnë dhe besoj që vitin e ardhshëm përsëri Arbana dhe Eduardi do sjellin edhe një fermë tjetër. Edhe pse e shoh që për Arbanën është pak rrugtim i lodhshëm, Arbana mendoj që nuk dëshiron më t'ju kthehet këtyre spektakleve, por publiku e kërkon dhe mendoj që edhe një herë do të ngjitet në skenë me një eksperiencë të tillë.